edhe zëtori që vjen përballë. Ky tjetri u fut si pilot. Këtu rregullojnë rrugën, shifi. As një sinjalizim përpara, as i gjë. Të mund ta marrësh me vete. Prap tashi, shive autokolon se duhet ecë me 40 km/h. Tani 50. Shisa është rradha makinave. Shiveni këtu. Shive rruga, rrugës i kam vendosur deri në mes. Asnjë tabel. Vargu makinave. Se të ndodh as me shpejtësi lejuar, jo më shpejt. Që të në drejtimin tjetër, si është. Rreth rrotullim tjetër, gjithë rreth rrotullimet ngadalsojnë shpejtësinë. Shifsh trafik. Shqisisht niveli rrezikut në rrugë. 4 përlajmërime në një rreth rrotullim. 1, 2, 3, 4. Te ky rreth rrotullim që po shkojmë, ka 4 përlajmërime rreziku. 5 me gjithë të këtu pak më tutje. Rreth rrotullimi i Rogozhinës. Çdo pikë kryqëzimi konsiderohet rrezik. Edhe kjo u bë përkohësisht, shive tani. Je në autostradë, duhet ecësh në një korsi, rrezikon kryqëzimin përballë. Edhe të merri më i madh është që përballë është rruga. Shifsi mbetet, se i mbetet 40, në fakt është 90 km këtu shpejtësia. Sepse i mbetet tabela e rrugës andej. Shive si kanë ngelur harku këtu përballë. Këtu duhet ishte mbi kalimi që mos ishte ajo gjë, e kanë lënë. Pra punime këtej. Bypassi Vlorës. Doli loba tani.
dy makinane që ndalojnë për lopën. Edhe këtu pas kam vënë tollin për të paguar në llogara. Sa është? Është pa pagesë. Që nga pa pagesë akoma thjesht po numërojnë makinat. Tani hyn tunel. Tuneli i llogaras. Tuneli i llogaras. Kanë lënë me 60 km/h. Mirë do ishte të ishe më i shpejt. Normal duket i gjithi. Këtu më thot 80 km/h sinjalistika kësaj. Pra Mercedesi e merr 80 nga Google-i, sipër më thot 60. Hajde merre vesh. Tani prap punime këtu. Tani off-road komplet. Të thoshe me 10, të thotë me 80 km/h, me 80 km/h shkon jon këtu.